në qershor. Në këtë kohë ishte kjo që kishte filluar këto kalimet që kishin tentuar njerëzit me fuqia. E kishim dëgjuar se kishte kaluar një që kishte modifikuar motorin e IF-s te këto. Po e kërkoj atë personin, po s'po e gjej. E njefti kush është ai? Unë në fakt e kam ditur kush është, po vite tani dhe s'po mbien ndërmend, po e kam. E ke ditur kush ishte? Po, edhe ai ka, domethënë ka qenë ndër të parët që bëri këtë punë. Dhe ka qenë mëngjes, më kujtohet fillim qershori, mos gënjej kot ça date. Tezja më thot mua dhe një kushuriri tim për të quar diçka tek ca njerëzit tanë në Akërni të Vlorës. Akërnia, mos gabojmë, është fshati sa kalon urën e me folin në Grad Djath. E di. Edhe nipe me këtë kushuririn tim, vemi atje, fshati sikur kishte rënë bomba vetëm gradje. Quam atë që kishin për të quar një pako, nuk e di qa ishte. Dhe i pyes ku janë, ka burra ky fshat apo s'ka? Na thonë që i ke të tërë të Grypderdhja e Vjosës. Po pse duan t'i me fuqia në Itali? I them të kushuririt tim, hajde vemi njerë shikojmë qa bëhet ande. Kemi vajtur, kemi gjetur atje një 14-15 nga këto, po i quaj trape, e ke parasysh se fuqia i merrin, domethënë 3-6 nën fuqia, i saldonin dhe i kishin bërë bashkë edhe lart, pastaj u kishin vënë trasa. Po, domethënë vajte rastësisht kur njerëzit po niseshin me fuqi. Ishte rastësi e gjitha, s'është e kisha menduar. Jo, se kisha menduar fare. Dhe ç'bën? Hipën. Jo, në fillim aty pyes qa po bëni, qa ashtu, më thonë që kemi 7 ditë që rim këtu. Qa bëni 7 ditë këtu, po presim që të qetësohet deti. Po, kur mund të qetësohet deti, po themi sot mbas dite, thanë. Okej. Më fal. Po prisnim aty, thash, mund të vim dhe ne, pyeta dika aty. Po ne kemi paguar, tha, nuk e di, 2500 leksa, tha, 3000 për këto, se cili. Kisha i palësyze edhe një orë që kisha marrë në Greqi dhe ja jap atyre, na merreni këto, i thash s'kam lekun me vete, 3000 lek me vete, 3000 lek në atë kohë ishin shumë, kuptohet. Edhe i kam dhënë syzet edhe orë. Nëse nga ora 4 mbas dite deti kishte filluar po qetësoj dhe hipim aty, ishim mos gabojmë ja 13-14 nga këto, po i quaj trape prapë. Nisemi atje me lopata, ku kisha dhënë ndonjëherë lopata, ndonjëherë për qef në Vlorë pa. Në futa punës te. Po që do bënim tani, do ndroheshim me ata, se dhe ata gjunat shkretët. Ike, erdi nata. Nuk e mbaj mend çka kishin marrë me vete ata që ndiznim, do i kishin marrë ca nga ato të pishave si pishtar, kështu që e ndiznim dhe ato na u mbaruan. Ju afruam Sazani natën ishte të merë. Nese gjithë natën atje duke dhënë me lopata kot, me ndova të mesmen duke u gdhir, i jemi afruar italistash. Kthej kokën unë 100 metra mbrapa ishte Sazani. Ju i rrotulloshit Sazani. O, zoti madhësh, ku po vemi, ku s'po vemi. Nese aty s'kishim as, te kjo e jona, do me thënë s'kishim ma as uj as buk. Se këta nga që kishin ndëjnë 7 diti kishin agjuar të tëra dhe familjes u kishin ardhur. Kurse këtyre të tjerve u kishin ardhur familjet, u kishin sjell prap buk. Nëse i them hajde afrohemi tek ndonjë nga këto trapet e tjerë ti pyesin për çikuje për buk, se s'do vdesin kështu i thash. Afrohem aty. Pse ishin shumë që po niseshin, shumë lundra bashk. Po, mund të ishin një 15. Edhe afrohemi tek një aty. Një sekondë lart, njeh ndonjë nga ata njerëzit që ka folur për mua? Të kujtohet atë natë jo, ndonjë nga njerëzit? Jo, s'kan qenë me grupin ton fare. S'kan qenë me grupin ton. Jo. Edhe tek kjo lundra tjetër, do me thënë, qëlluan 2 shokët e mi nga Fieri. Njeri nga ta është kapiten Ani edhe sot e kësaj dite. Edhe i them ati, ti i kësaj pune si doja bëjmë, se po mbetën të duart e këtyre tjerëve, këta vetëm Akërnin ka parë. Ai kishte edhe një busull, më tha mua, do mundohemi e ke parasysh, se i njifte, do më tha, ai kishte mbaruar atë shkollë.
Do mundojmë, tha, po vështirë është, tha, nuk i ketë me këto, tha, po hajde, me që unë nisëm. Kemi tërë ditën, pasaj të ditën tjetër, do me thënë, duke vozitur, kishin bërë dhe të sasi direkt ata njështë aty, me druje, me copa qarqafës të kushe. Qeshim në tani, qeshim, po kushe di si ka qëna atëherë? Po le mos e pyet, indianët, Kolombi pas bulon dhe Italinë. Edhe na afroheshin pasaj helikopteri, edhe ndonjë anije kështu, po nuk na merrte. S'ju merrnin, vetëm ju shikonin? Na shikonin, fotografonin, qeshnin, iknim. She. Dhe vazhduam ashtu, në fakt ecëm mirë goxha. Rrugës pasaj ka ndaluar një traget, ishte trageti grek i linjës Igumenica Korfuz Ancona. Përfunduat në Greqi prapë jo? Jo, sa qef tjetë përfundoj në Greqi, nuk vetëm në Greqi, s'kam vajtur më. Edhe emri tragetit, do më thënë ishte traget turistësh, ishte Anne Kleins. Ka ndaluar aty, ne ishim nga fundi këtyre lundrave, u kam thënë atyre, a i mund marri vetëm lundrat e para, 1 ose 2 ose 3, pra ndaj bëni që bëni të dalim të parët. I kemi dhënë lopatave ati o zot, që të dilin parët, se thamë po merë 1 e 2 po ikën. Ne i se arritëm, na morën lartë. Na morën lartë, interesi i turistëve kuptohet për njerëzit që vinin nga kopshti zoologjik, duke marrë fotografie, duke pare. Aman, që pyet. Aty në kanë marrë pasaj, në kanë me doktor, me të tëra, në kanë ushqyer. Jemi larë, jemi shplarë, kemi ndrua robat.